Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. I shëmtuar, banorës së Bigut i del Miu në tavolinën e bukës. Ish banore së Bigut në Kosovë, Bia Khalifa, e cila ndodhet aktualisht në Indi, ka ndarë me ndjekësit një moment sa të papritur aq edhe të shëmtuar nga një restorant vendas. Teksa po konsumonte vaktin, vëmendja e saj është tërhequr nga një miq që lëvizte lirshëm në dyshemen e lokalit fare pranë tavolinave të bukës. Reagimi i Bias ka qenë epik. Në vend që ta alarmojë, ajo ka nisur ta filmojë duke shprehur hobi dhe dashurinë ndaj kafshës. Me humor ajo ka pakëzuar menjëherë vizitorin e paftuar me emrin Ratatouille, duke u referuar filmit të famshëm vizatimor me protagonist Miun Kuzhunier.